Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse zgjoheni shpesh gjatë natës për të urinuar, ja çfarë duhet të bëni që të shpëtoni nga ky siklet. Ju mund të jeni të njohur me këtë skenar. Zgjoheni në mes të natës me nevojë urgjente për të vizituar tualetin. Pasi të keni plotësuar dëshirën, nuk mund të ktheheni në gjumë. Duke pasur nevojë për të shkuar në tualet disa orë përpara se ta alarmit ju zgjojë, mund të jetë vërtet e bezdisshme, sidomos nëse ju ndodh shpeshherë gjatë natës. Dhe kushdo që të përjetojë këtë, e di se sa i lodhur mund të ndihet ditën tjetër. Ky problem prek shumë njerëz dhe mund të jetë shkak për shumë arsye të ndryshme. Për një arsye është duke u paraqitur nga studiuesit japonez dhe kjo mund t'ju habis. Sekreti qëndron te dieta juaj ushqimore. Problemi i të pasurit nevojë disa herë gjatë natës për të urinuar mund të jetë për shkak të një çështje mjekësore. Siç e dim, shumica e njerëzve është një problem që shpesh bëhet edhe më i keq me moshën, pjesërisht për shkak se kur rritemi, nivelet e hormoneve antidiuretike zvogëlohen, gjë që zvogëlon gjithashtu edhe elasticitetin e fshikëzës suaj. Por ka dhe arsye të tjera që mund të qëndrojnë pas thirrjes për të shkuar në tualet gjatë natës. Diabeti. Fshikëza e tepërt, disa barna ose zgjerimi i prostatës tek meshkujt janë disa shembuj, si dhe diçka aq e thjeshtë sa pirja e tepërt e ujit përpara shtratit. Por ulënduesit japonez nga Universiteti Nagasaki zbuluan se një arsye mund të lidhet me dietën tuaj, më saktësisht me marrjen e tepërt të kripës. Në një studim, prej më shumë se 300 vullnetarëve, ulënduesit zbuluan se një konsum i reduktuar i kripës nxit njerëzit të urinojnë më pak. Ajo që ulënduesit japonez kanë gjetur do të thotë vetëm një ndryshim i lehtë në dietën tonë mund të ndihmojë në zvogëlimin madje ndalimin e kësaj çështje. Autori i studimit, Dr. Masuto Tomihiro, i tha BBC studimet më të mëdha u nevojiten për të konfirmuar lidhjen. Punë shtron mundësinë se thjesht modifikimi i dietës mund të përmirësojë gjithashtu edhe cilësinë e gjumit të disa njerëz, por është e rëndësishme që her pas here të kryeni kontrollet e duhura për të evituar çdo problematikë të mundshme lidhur me këtë problem të shëndetit. Ndonjëherë, edhe një dietë e varfër ushqimore mund të ndikojë gjithashtu te cilësia juaj e gjumit. Megjithatë, jemi të raskapitur dhe sigurisht që nuk do të zgjoheni para alarmit, por mund të ndodhë edhe një ndryshim. Pas 4 orëve që keni fjetur, zgjoheni në mes të natës për të shkuar në tualet. Më shumë se 1 në 100 njerëz në Amerikë dhe në Europë vuajnë nga pagjumësia dhe çrregullime të tjera të gjumit. Edhe pse ekzistojnë metoda të tjera për të pasuruar më shumë, edhe shëndetin tuaj ka alternativa të ndryshme të cilat do ju vinë në ndihmë në këto raste. Dr. Andrew Huberman, neuroshkencëtar dhe profesor në Departamentin e Neurologjisë në Universitetin e Stanfordit, ndau disa këshilla praktike për të patur një gjumë më të mirë të gjatë natës nëse nuk arrini të flini dot sërish. Provoni pushimet e thella nëse zgjoheni për të urinuar gjatë natës. Përpara se të ngriheni nga shtrati, provoni një seancë 20 minute në teknikat të cilat ndihmojnë në relaksimin e thellë, të cilat do ju ndihmojnë gjithashtu në situatat kur ju duhet të shkoni në tualet gjatë natës. Gjithashtu, konsultat paraprake me mjekun përkatës mund të jenë alternativat më të mira për të menaxhuar më lehtë shqetësimet tuaja. Pyetja e parë që mjeku do ju bëjë nëse ankoheni se duhet të urinoni gjithmonë në mes të natës është: u zgjuat nga gjumi sepse duhet të urinoni apo pasi u doli gjumi vetë dhe kishit nevojë për të urinuar? Përgjigjja juaj mund të bëjë diferencën në këto raste. Kur flini, rritja e presionit të gjakut në veshka mund të rrisë gjithashtu edhe prodhimin e urinës. Prandaj, nëse zgjoheni me gërritje të papritmas nga pagjumësia ose një arsye tjetër që nuk lidhet me fshikëzën, nuk është një problem nëse shkoni në tualet për të urinuar. Por nëse nevoja për të urinuar është edhe arsye pse zgjoheni, atëherë ka diçka të cilën nuk duhet ta injoroni dhe ta adresoni menjëherë tek mjeku juaj përkatës. Mund të jeni duke vuajtur kryesisht edhe nga ndonjë infeksioni urinar që shpesh shoqërohet edhe me ndjesinë e djegjes kur urinoni. Megjithatë, mund të jetë edhe për shkak të urinimit të tepërt me ndërprerje dhe pamundësia për shkarkimin e plotë të fshikëzës suaj.
Urinimi shpesh mund të lidhet gjithashtu edhe me shqetësimet me problemin e gjumit. Urina shpesh është me një ngjyrë më të errët dhe me një erë më të fortë. Krahas nevojës së shpesh për të urinuar mund të keni edhe dhimbje në pjesën e mesit, sidomos në qendrën e legenit përreth zonës së kockës pubike. Prandaj është e rëndësishme që të shkoni her pas here tek mjeku në mënyrë që të përmirësoni gjendjen tuaj dhe të evitoni çdo problematikë të mundshme. Ju janë hintur këmbët, një gjendje e njohur kryesisht si edema, e cila mund të lidhet gjithashtu edhe me urinimin e tepërt. Fryrja e këmbëve për arsye të çrregullimeve të shëndetit mund të lidhet gjithashtu me probleme të rënda të imunitetit tuaj. Prandaj, arsyet e grumbullimit të tepërt të ujit në to mund të jetë edhe për shkak të përkeqësimit të gjendjes suaj të urinimit. Ndryshime të tilla të forta duhet të paraqiten tek mjeku në mënyrë që të parandaloni çdo problematikë të mundshme me çështjet tuaja shëndetësore. Po vuani nga diabeti ose paradiabeti, dhe kjo gjë lidhet gjithashtu edhe me shqetësimet tuaja të gjumit. Mund të rrisni prodhimin e urinës për të ndikuar në nxjerrjen e gjumit gjatë natës dhe në rritjen e niveleve të larta të sheqerit. Kjo shpjegon edhe arsyen pse duhet të urinoni më shpesh gjatë natës. Nëse ndjeni edhe të etur gjatë gjithë kohës edhe kur keni konsumuar shumë ujë, duhet patjetër të bëni një analizë të diabetit. Keni nivele të ulta të hormonit antidiuretik. Me kalimin e moshës është normale që të fillojnë të bien nivelet e këtij hormoni i cili ndihmon veshkat të mbajnë në kontroll nivelin e lëngjeve. Sa më të ulta të jenë nivelet e këtij hormoni, aq më shumë urinoni. Rënja e niveleve të hormonit nis që në moshën 40 vjeçare dhe bëhet më e dukshme tek mosha 60 deri në 70 vjeçare, citon Health.com. Ekspertët kanë paralajmëruar se për gjën më të keqe duhet të bëni analizat e duhura, sidomos nëse zgjoheni gjatë natës për të urinuar. Me angazhimet tona të përditshme, gjumi mirë i natës është vendimtar në rikuperimin e energjive të humbura gjatë ditës, por shpesh është më e lehtë të thuhet se sa do bëhet, veçanërisht kur ne jemi të ngulur para një ekrani për pjesën më të madhe të ditës. Ka shumë truke për të ndihmuar njerëzit të bien në gjumë më të thellët dhe të mos kenë probleme gjithashtu edhe me pagjumsinë. Prandaj, mënyra se si zgjidhni alternativet tuaja mund të jenë çelësi i trajtimit të problematikave tuaja të njëpasnjëshme. Gjithashtu, mund të tingëllojë kundër intuitive, por përgjigjja për të fjetur sërish është mënyra se si e detyroni veten tuaj. Sa më shumë që të këmbgulni te nevojat e gjumit cilësor, aq më të lehtë do ta keni edhe një arritje më cilësore të gjumit. Nëse zgjoheni sidomos gjatë natës për të shkuar në tualet, duhet të ndërmerrni hapa bazë, të cilat do ju ndihmojnë për të përmirësuar gjendjen tuaj. Të mendoni për faktin se nuk flini mund të zgjojë mendimet tuaja dhe t'ju bëjë më të shqetësuar. Një veprim më i mirë që të pranoni situatën është të mos i rezistoni të qeni të zgjuar dhe të gjeni një fokus alternativ, deklaron Fiona Birvik. Gjithashtu, sipas Sleep Speaker, duhet të ndërmerrni hapa bazë për të përmirësuar cilësinë e aktiviteteve tuaja. Më shumë ekspertë të gjumit kanë ofruar këshilla të tjera që mund të tingëllojnë të çuditshme, por që mund të kenë efekte më të mëdha në rikthimin e gjumit sesa thjesht të shtriheni dhe të arrini mendimet tuaja. Eksperti i gjumit Luis Benvera shpjegon: është e rëndësishme të mos qëndroni në shtrat. Nëse e bëni këtë, truri dhe trupi juaj do të mësohen me zgjimin tuaj në shtrat në vend të gjumit. Mund të jetë vështirë të lini një shtrat të ngrohtë dhe të rehatshëm pasi zgjoheni në mes të natës, deklaroi eksperti. Por mendoni për një hap intensiv për një gjumë më të mirë. Nëse jo sonte, atëherë nesër, mbrëma dhe në të ardhmen. Kështu do ta keni më të lehtë edhe të përmirësoni cilësinë tuaj të gjumit dhe të evitoni një sër problemesh të cilat lidhen vazhdimisht me problemet e pagjumësisë. Nëse zgjoheni gjatë natës për të urinuar, mos neglizhoni një konsult me mjekun paraprake për të evituar kështu çdo problematikë të mundshme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.